Vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht në recetën e kësaj baklave duhet që ta shkrim gjalpin. Pasi shumë nga ju më pyetni për llojin e gjalpit që unë e përdor, zakonisht kur përgatis ëmbëlsira, është ky lloj gjalpi, cilin preferoj që ta përdor. Është nga marka Pënar dhe mund ta gjeni në të gjitha supermarketet më të mëdha. Në total do të shkrim 150 gram gjalp. Mira e këtij gjalpi është që mbrapa e keni me matje 50 gram dhe mund ta ndani pra pa asnjë pikë problemi, aq gram sa ju duhet. Tani gjalpin e vendosim në një tenxhere më të vogël dhe në zjarr mesatar presim derisa të shkrihet. Recetën e kësaj baklave, ose më saktë cheesecake baklave, kemi nevojë për peta të gatshme. Në total do të na nevojiten 10 petë të gatshme për baklava. Tani do të marrim një tepsi me dimension numër 26. Shtrojmë nga gjalpi i shkrirë në tepsi një herë dhe sigurohemi që do t'i lyejmë mirë edhe pjesët anësore me gjalp që mos na ngjiten petët e baklavas. Tani marrim 2 petë baklavaje dhe i shtrojmë në tepsi. Pasi i shtrojmë petët, vazhdojmë që brenda tani t'ju shtojmë nga gjalpi i shkrirë. Vazhdojmë shtojmë përsëri edhe 2 petë tjera, por tani do t'i shtrojmë nga ana kundër, pra që kjo pjesa më e gjatë na ber nga ana tjetër. Dhe vazhdojmë kështu, rendisim 10 petë, pra 5 renda. Si rendisim, përsëri vazhdojmë, shtojmë gjalp dhe vazhdojmë kështu derisa të bëjmë 10 petë. Tani me ndihmën e gërshërve do t'i prejmë pjesët anësore, por do të bëjmë kujdes që baklavaja na mbetet atë sa kemi tepsi. Dhe këto pjesë nuk do t'i hedhim, do t'i shtrojmë brenda. Tani kemi nevojë për 200 gram ara të bluara imët, por të arat do të shtojmë 2 lugë gjelle me sheqer pluhur. Përzijmë mirë. Pasi i përzim mirë arat me sheqer pluhurin, vazhdojmë i shtojmë brenda në tepsi. Tani me ndihmën e një gote i shtypim mirë arat që të ngjiten. Bazën e baklavas e kemi gati. Tani vazhdojmë që ta përgatisim pjesën e cheesecake-ut. Kremin e djathit, cilën unë zgjedh që ta përdor, zakonisht e marr këtë llojin labne nga Pënar, sepse më pëlqen më shumë ti rezultati i cheesecake-ut që marr. Vazhdojmë tani një njën më të madhe, shtojmë 600 gram me krem djathi. Kur përgatit një cheesecake, do t'ju këshilloja që të përdorni çfarëdo lloj kremi të djathit, por mos e përdorni mascarpone. Vazhdojmë tani që te krem djathi ta shtojmë sheqerin. Në total do të përdorim 10 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë tani që ta përzijmë një herë vetëm krem djathin edhe sheqerin. Mos e anashkaloni këtë pjesën e përzierjes, sepse kjo është sekreti i një cheesecake-u të mirë. Vazhdoni përzijeni pak kështu derisa të vrini që sheqeri po shkrihet te krem djathi. Vazhdojmë që ta shtojmë tani kremin pana. Krem pana do të përdorim 250 ml. Dhe çdo produkt që shtoni, ju lutem përzijeni. Na nevojiten 3 vezë të plota. Vazhdojmë i shtojmë vezët një nga një. Shtojmë një vezë, përzijmë mirë, derisa të tretet e gjithë veza. Pastaj vazhdojmë që t'i shtojmë vezët e tjera një nga një. Shtoj edhe vezën e tretë, sa përzijmë edhe një herë. Shtojmë tani tek cheesecake-u, shtojmë 2 lugë gjelle të plota me një shiste. Luga e dytë,
Tani shtojmë një lugë gjelle me miell. Shtojmë edhe një vanilë sheqer për shije më të mirë të cheesecake-ut dhe përzijemi edhe një herë. Por tani mos përzijeni shumë, derisa të siguroheni që një shesja dhe mielli nuk kanë mbetur me trupa brenda tek brumi i cheesecake-ut. Tani si për baklavas, vazhdojmë dhe shtojmë brumin e cheesecake-ut. Tani do ta bëjmë kështu disa herë që të formohen si ballona të vegjël dhe del ajri i tepërt nga cheesecake-u. Dhe tani hapi më kryesor për një cheesecake, pjekja. Fura është e parangrohur mirë, ka diku 15 minuta që e kam ndezur në 180 gradë. Në temperaturë për 180 gradëve, duke mos e hapur fare derën e shporetit gjatë pjekjes, lejoni që cheesecake-u të pjeket brenda fiks për 50 minuta. Në këtë cheesecake, unë preferoj që të përdor edhe sherbet. Në një tenxhere më të vogël, do të shtoj një gotë 250 ml me sheqer. Në të njëjtën sasi, do të shtoj edhe ujë, një gotë 250 ml me ujë. Përzijemi mirë dhe e vendosim në zjerje, në zjarr mesatar, diku për 7 deri në 8 minuta. E largojmë dhe lejojmë që shërbetit naftofet tërësisht. Pas 55 minutave në furrë, cheesecake-u është gati. Ka marrë një ngjyrë të bukur dhe është pjekur në mënyrë perfekte. Ka mbetur e artë, pa krisje dhe pa skuqje. Tani, gjithçka që duhet bëjmë është që të presim që cheesecake-u të ftofet. Nëse jeni përngut, duhet mos pakur që të pritni 4 orë në frigorifer që cheesecake-u të shtrëngohet dhe bëhet i mirë. Ideale është që të pushoj gjatë gjithë natës dhe të shërbeni ditën e nesërme për rezultatet më të mira. Unë do të lejoj që të rinë në frigorifer gjatë tërë natës. Nesër do të largoj nga tepsia dhe ditën e nesërme do t'ja shtojmë sipër edhe shërbetin. Edhe shërbeti është ftofur, do ta vendos në një kavanoz të vogël dhe do ta ruaj në frigorifer, sepse duhet që të dyja të jenë të ftofta. Dhe pasi është ftofur tërësisht, unë i shtoj nga pak sherbet kështu në pjesët anësore të baklavës. Pasi shtojmë shërbetin, tani pjesën në mes që ka mbetur, shtojmë përsëri ara.